Përshëndetje, hir dhe paqe nga Zoti ynë dhe shpëtimtari ynë Jezu Krishti. Mirëmëngjesin për delet e Perëndis, për të zgjedhurit e Zotit, për gurët e gjallë, për të paracaktuarit në dashuri, të thirrur dhe të justifikuar. Përshëndetjen time ja drejtoj edhe atyre që nga që nuk e kanë dëgjuar kur të vërtetën, ende nuk e dinë se janë dele të Jezusit, por do vazhdojnë të dëgjojnë këtë program për këtë arsye. Unë jam apostulli, Miguel Angjo nga Kisha Ungjillore Krishti jeton nga Rio de Janeiro. Sot dua të shfrytëzoj me shumë mençuri këto minuta në vijim për të folur për një pasazh biblik që do të prek zemrën tënde, do të të bëjë mirë dhe ndoshta do të ndriçojë sytë e zemrës sate. Që ti të kuptosh trashëgiminë dhe shpresën e shenjtorëve, madhështinë e Perëndis. Në librin e Gjonit, libri historik i Gjonit, nga ungjilltari Gjon, Bibla e Shenjtë, në kapitullin 10, bën disa pohime që nuk janë të zakonshme për të dëgjuar në altar, dhe aq më pak në programe televizive, kur ato nuk janë tregtare. Shiko çfarë thot fjala e Zotit. Ju nuk besoni. Kapitulli 10, vargu 26, sepse ju nuk jeni delet e mia. Është interesanti kjo. Ju nuk besoni sepse nuk jeni delet e mia. Kjo tregon sigurisht që në këtë tokë ka njerëz që kur nuk do të besojnë në Zot, sepse ata nuk janë delet e tij. Ata janë egjer, ata janë cjepe, ata janë ujqër, por ata nuk janë dele. Ka një dallim mes deles dhe ujkut, ose deles dhe cjepit, grurit dhe egrit. Këto janë shprehje që tregojnë ekzistencën e dy farave në këtë tokë, fara e shpëtimit dhe fara e humbjes. Pra, Jezusi po mban një predikim dhe po thot, shiko, po u flet farisenjve të cilët i quajti hipokrit, sepse nga jashtë ishin si varre të zbardhura, por nga brenda ishin eshtra të kalbur. Feja e bën këtë, e bën njeriu të jetojë vetëm për dukje. Pra, Jezusi po thot këtu, gjatë festës së përkushtimit, kur ai pyetet për delet, ai thot: ju nuk besoni, sepse nuk jeni delet e mia. Pra, për të besuar, duhet të jesh dele, duhet të kesh një vesh të deles. Ujku nuk e ka këtë vesh, gruri i keq tashmë e di kush janë. Bibla thot se në mesnat, djalli mbolli grurin e keq mes grurit të mirë. Pra fillon të kuptosh, ka dy fara në këtë tokë, kush jam unë? Tani, nga përgjigja që jep fjalës do tregosh kush je ti. Është njeriu ai që kur dëgjon dhe përgjigjet, identifikohet ose jo me Zotin. Ai thot kështu, por delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Ju nuk besoni, sepse nuk jeni delet e mia, por delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh, ata më ndjekjen. Se keni një orar kaq i gjerë programor, radio, televizion, media sociale, rrjet televiziv ndërkombëtar, satelit. Se i kemi këto? S'pari, sepse është një urdhër nga Zoti. Jezusi tha se ne do të përmbushnim një porosi të madhe. Porosia më e madhe në jetë është të shpallim ungjillin. Pastor, po nuk kam kohë të shpall ungjillin, por ti mund të lejosh që kisha ta bëj këtë, ashtu siç po e bëjmë tani. Atëherë, le të mendojmë sërish. Ju nuk besoni sepse nuk jeni delet e mia. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Thuhet se ai që nuk është dele, nuk mund të dëgjojë. Ai ka veshët plotësisht të mbyllur sa i përket kësaj çështje specifike. Po delja dëgjon. Jezusi thot, delet e mia dëgjojnë zërin tim. Nuk dëgjojnë zërin e sapanak. Nuk dëgjojnë zërin e botës. Nuk ndjekin atë që Pali that mos pranojmë, që është kjo epokë e tanishme. Nuk ndjekin. Ndjekin zërin e Jezusit. Për biznes, familje, çdo vendim në jetë, ka njerëz që pyesin, çfarë thot Zoti në fjalën e tij? Si duhet të veproj në lidhje me këtë vendim? Çfarë hapi duhet të ndërmarr në këtë mohancë? Delet e mia dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin. Kështu thot fjala e Zotit. Unë i njoh ato.
ato ndjekim. Atëherë nga e njeh ai biblikisht, shpirtalisht, unë kur nuk e kam parë Zotin me sytë e mi, sepse askush nuk ka qasje tek ai. Ai është i paarritshëm, ndodhet në një fron lavdia. 2025 vjet më parë, ai u bë mish. Dhe kur njerëzit e shikonin, kishte një perde, e quanin biri Marangozit, biri Maris, Marangoz, por nuk e dinin që pas asaj perdeje ishte Zoti. Prandaj, kur Bibla thot se perdeja u qa, një rrugë e re dhe e gjallë u shfaq. Njerëzit shikonin dhe thoshin, ai është një burr, është një profet, çfarë do tjetër? Kur Jezusi e pyeti Pietrin, çfarë thon njerëzit se jam unë? O, ti je një profet. Jo, tani dua dëgjojnë ati. O, jo, ti je biri i Zotit. Kështu që Jezusi tha, shiko, vetëm Pietri nuk ishte mish e gjak. Kush ta zbuloi këtë, përveç atit tim që është në qiell? Kjo ishte prova më e madhe se Pietri u shpëtuar. Askush nuk mund të thotë se Jezusi është Zoti nëse nuk është përmes shpirtit. Ai thot, ti je biri i Zotit, pra ai e identifikon, e njeh dhe në atë moment i nënshtrohet atij që është sovrani që ishte në mish në ditët e mishit ti. Atëherë, ai thot, unë i njoh ata. E përsëris, si mund të më njoh ai mua? Spari, ne po flasim për hyjninë e vetme, Jesu Krishtin, Zotin, shpëtimtari, shëlbuesi, Aba ynë, Ati i dashur, babai ynë i vogël. Po flasim për të vetmen hyjni që duhet adhuruar. Feja e vetme e vërtet është krishterimi, pa idhujtari, sepse nëse ka idhujtari, nuk është krishterim. Ku është Jezusi? Dhe vetëm ai adurohet në shpirt dhe në të vërtet. Atëherë, unë i njoh ata kur e njoh apostullin. E ka njohur që para themelinit të botës, thot fjala e Zotit. Para se toka të kishte masa, unë tashmë ekzistoja dhe kisha një këngë, tha libri i Jobit, me yjet e agimit. Shiko, jetë nuk këndojnë, kush është që këndon? Edhe në gjyq. Atëherë, Zoti, lexojmë në librin e Zanafillës, kur Zoti thot, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë son. Zoti, i gjithfuqishmi, i vetmi Zot, Zoti sovran, po fliste me krijesën e tij. Ingjëllore, shiko, le të bëjmë një njeri sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë son. Dhe pastaj thuhet se Zoti i dha formë në librin e Zanafillës. Zoti formoi njeriun, dhe si e formoi ai, mori një copë balte, i frymë mbi të, i dha shpirt të gjallë, një frymë nga shpirti i shenjtë dhe u shfaq njeriu. Njeriu u krijuar nga Zoti. Por shpirti i tij, që është identiteti i vërtet, tani kemi trup, por identiteti ynë i vërtet është këtu brenda, quhet shpirt, i cili është i vesur me mish, kocka, gjak, lëkurë dhe tetiva. Pra, identiteti ynë i vërtet, ne jemi qenie shpirtërore, sepse mishi nuk ndryshon. Mishi është pluhur, të gjithë do të vdesim. Kur të plotësohen ditët tona, asnjëra prej tyre nuk ekzistonte ende kur të gjitha ishin të shkruara dhe të përcaktuara. Salmi 139. Pra, unë i njoh ata, kur i takova, që para themelinit të botës, kur Perëndia krijoi frymën time, frymën tënde. Dhe pastaj, në kohën e tij, ai lejoi që ajo frymë të vendosej në gjirin e nënave tona. Kur lindëm, ishim tashmë dele. O, lavdi, ne gjithmonë kemi qenë dele për Zotin. Ne gjithmonë i kemi përkitur Zotit, por nuk e dinin këta. Ne ndeshim pa qëllim si ata pa bari. Në fakt, vetë profeti Isaia e tha këtë, për pak kohë ju lash, por shpejt ju mbulova me mëshirë. Kjo pak kohë që na la, sa e vështirë ishte more. Sa gjëra, sa vendimet gabuara, sa hapat gabuar, sa rrëfimet gabuara, sa mëkate, sa vujtje, dhimbje. Ne i kemi përjetuar. Tani ai tashmë e din këtë. Ai jo vetëm që e dinte, por e kishte përcaktuar, sepse të dish është shumë pak për sovranitetin e Zotit. Ai e kishte përcaktuar. Kjo quhet paranjohja, parashikimi i Zotit. Ai, kur më krijoi, tha, po të krijoj për shpëtimin, po të krijoj për përjetësinë, po të krijoj dhe do të kalosh në këtë tokë një kohë për të më rrëfyer, për të më pranuar,
për të më shpallur dhe do ta përmbushësh misionin tënd. Dhe unë do të mbledh në kreharorin e Abrahamit. Pra, kjo është e mrekullueshme, kjo është e bukur, sepse Ungjilli nuk është recet, Ungjilli nuk është kërcim, Ungjilli nuk është zhytje në pishina, Ungjilli nuk është larje trupi, Ungjilli është e vërteta. Ekziston vetëm një Ungjill, ai i hirit të Zotit, të tjerat nuk janë Ungjill. Ungjilli do të thotë lajmet mira, lajmet të reja dhe lajmet e mira erdhën përmes Palit, me 14 letrat e tij. Të tjerat janë përmbushje e ligjit. Pali tha, fundi i ligjit është Krishti. Pra, thuhet se ai na njeh. Dhe ai tha, unë ju jap jetën e përjetshme, kur nuk do të humbni. Pra, ne jemi këtu me një pohim të prerë dhe të qartë. Shpëtimi është i përjetshëm. I shpëtuar një herë, i shpëtuar për gjithmonë. Një herë i falur, gjithmonë i falur. I vajosur një herë, i vajosur për gjithmonë. Një herë birë, gjithmonë birë. Pastor, por nëse krye një mëkat të tmerrshëm, a nuk do ta fshi Perëndia emrin tim nga libri i jetës? Jo. Zbulesa 3:5, Perëndia thot se ai nuk do ta fshi emrin nga libri i jetës. Atëherë, çfarë ndodh nëse unë jetoj me qëllim në mëkat, duke qenë një person që beson në Jezu Krishtin? Perëndia thot se ai disiplinon, korrigjon dhe ndëshkon. Dhe ai e bën këtë me ata që i do, sepse nëse një person jeton në këtë tokë pa disiplinën e Perëndis, është bastard dhe nuk është bir. Atëherë ai thot, unë ju jap jetën e përjetshme. Atëherë pse? Për çfarë arsye? 99% e predikuesve thonë, shpëtimi humbet, ki kujdes nga djalli, ki kujdes se Zoti e fshin emrin nga libri i jetës. Tu vjen dhe thot, unë ju jap jetën e përjetshme dhe kur nuk do të humbasin përjetësisht. Askush nuk do t'i rëmbej nga dora ime. Atëherë pse thonë që populli i Zotit ka një ngarkesë të keqe, kur Bibla thotë se askush nuk na heq nga dora e tij? Si mund të thonë që njeriu duhet kalojë një tronditje shpirtërore për të nxjerrë demonin? Të dashur, kush është i Zotit, është pronë ekskluzive e Zotit. Armiku nuk mund të prek, nuk mund të marrë atë që Zoti ka dhënë. Kur Zoti thirri, nuk thirri rastësisht, thjesht për çdo rast. Perëndia thirri me një qëllim, një plan të paracaktuar që përpara themelimit të botës. Ai tha, delet e mia. Më kujtohet hera e parë që dëgjova një predikues, isha ende në një karige me rrota në Portugali, në Lisbon, shkova në një kish të Asamblesë Perëndis, dhe predikuesi filloi të predikonte. Pse, nuk e dija çfarë po ndodhte. Një predikim. Dhe unë ngrita të dyja duart, nuk e dija që njerëzit duhet të rrëfenin publikisht se Jezusi është Zoti. Dhe në mes të mesazhit ngrita duart. Dhe predikuesi tha, kemi këtu një tri që tashmë po ngret duart, ende nuk e ka mbaruar mesazhin, sepse u dashurova me Zotin kur zbulova që ai më donte thellësisht dhe përjetësisht. Dhe askush nuk mund t'ja rrëmbej nga duart. Nuk ka forcë, nuk ka armik, as një demon, as një forcë shpirtërore të kurdisur nga principatat, fuqit, forcat e errta, forcat shpirtërore të së keqes. Nuk ka, jo, nuk ka. Ne kemi një mburoj besimi që shuan të gjitha shigjetat e zjarta të ligut. Prandaj tha ai, unë u jap atyre jetën e përjetshme. Ai që po thotë se jep jetën e përjetshme është Jezusi. Pastaj vjen njeriu dhe thotë, jo, e ka humbur shpërtimin. E di sa të larguar kemi në Brazil, më shumë se 20 milion njerëz të larguar nga kishat, sepse kanë humbur shpëtimin, janë larguar nga Jezusi, janë të distancuar. Shpeqer jam në vende publike dhe dikush vjen e thot, zotria po pastor jam i larguar, po shiko, jam pagzuar 10 herë, sepse nuk kanë lindur sërish, sepse nuk kanë lindur nga e vërteta. Askush nuk shpëtohet nëse nuk është përmes ungjillit të hirit të Perëndis. Me anë të hirit, ju jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Kjo nuk vjen nga vepja juaj, është një dhuratë nga Zoti. Atëherë ai tha, delet e mia dëgjojnë zërin tim, unë i njoh ato më ndjekin, unë u jap atyre jetën e përjetshme, kur nuk do të humbasin përgjithmonë dhe askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. O, njerëz, kjo quhet siguria e shpëtimit.
Kur fillova të kuptoj, kur Zoti hoqi luspat nga sytë e mi, kur Zoti më hoqi perdet fetare, për shumë vite, 21 vjet pothuajse, isha katolik, isha mësuar të boja kryqin, të lutesha ruzaren, e di, të rrëfehesha në mënyrë të drejtë për drejtë, ose përpara priftit tim. Pra isha mësuar me një ritual që nuk ishte transformues. Kisha romake nuk ka transformuar kur askënd. Adhurimi i Maris është të shkelsh gjakun e Krishtit, është të fyes frymën e hirit. Të kesh perëndi tjerë bie ndesh, sepse ekziston vetëm një Zot. Pra delet e mia dëgjojnë zërin tim, nuk do të humbasen kurrë, askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Njerëz, kjo këtu është siguri, siguri. Ajo që bëri Perëndia, ajo që bëri Jezusi në kryqin e Kalvarit, është superiore, pafundësisht më e lartë nga sa mund të kërkojmë ose imagjinojmë. Puna e plot, faji, ka mbaruar. Tetelestai, ka mbaruar. Ai nuk është baba gjyshi që vjen një herë në vit duke thënë, oh, me një thes me dhurata. Ai bëri një sakrificë, ai mbajti kryqin, ai vdiq mbi atë kryq, ai pagoi çmimin, borxhi është paguar. Nuk keni pse të paguajmë asgjë më shumë, thjesht duhet të besojmë, sepse jemi dele dhe të ndjekim zërin e tij. Hapi i parë është një rrëfim. Ku je tani? Në shtëpi, në shtrat, në divan? Në një spital, në një klinik, në reanimacion, në burg, kudo që t'jesh, mjafton të thuash, Zot, unë besoj. Besoj në atë që ky njeri më tha, profeti i Perëndis. Unë e pranoj Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Të rrëfej se vetëm ti e Perëndi dhe unë jam i shpëtuar. Thuhet se nga durët e Perëndis, askush nuk mund të trembej. Askush nuk mund të trembej. Është i përjetshëm, është për gjithmonë. Mirëmëngjes të gjithëve, hir dhe paqe, dashuri, dashamirësi e Perëndis përmes apostullit Miguel Año. Hir dhe paqe në emër të Jezusit.